Ngjarje rënd në Vlorë gjendet e pajet në banesë 43 vjeçaria ja dyshimet e para. Një ngjarje rënd raportohet se ka ndodhur në fshatin Kanin të Vlorës, ku një grua 43 vjeçare është gjetur pa shenja jete në banesën e saj. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, dyshohet se shtetësia GA ka ndruar jetë për shkaqe natyrale. Mësohet gjithashtu se ajo vuante nga problemet të shëndetit mendor. Policia dhe autoritetet përkatëse kanë referuar materialet në prokurori për të vijuar me procedurat ligjore dhe hetimet e mëtejshme në funksion të zbardhjes së plotë të rrethanave të ngjarjes. Njoftimi i policisë. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Vlorë referuan materiale në prokurori pasi dyshohet se ka ndruar jetë për shkaqe natyrale në banesën e saj në fshatin Kanin, shtetësia GA 43 vjeç, e cila vuante gjithashtu edhe nga probleme të shëndetit mendor.